që plasët në ekran. Dhe hapën të sakon. Alors on danse. Mund të flisim sot gjerësisht dhe për këto listat, ë? Jo se kishe një dyshim. Kishe një dyshim që ky... Më dëgjoni pak? Kishe një dyshim që ky Rama para 2 ditësh, zoti Rama e pesketa? Unë dhe mund të mos jem, se kam ndosë, se kam bërë më dina koma, ishe i pari të listë e Tiranës, të listë e mbyllur. Ja ku ke. Tani, mund të flisim për listat, po shumë e mërzitshme. Rama i pari, Berisha i pari. Po mos jetë, do jetë gjithmonë aty i përjetshme. Po shumë e mërzitshme është një bullshit i papar kjo punë e listave, se shëndësi ka punë e listave, se kush i pari dhe i dyti kjo. Në këtë vend, se çfarë rëndësi ka flas për do detaje dhe bukur është që mediat e tjera japin një rëndësi të madhe shumë. Shtrohen për banaqe, flasin pa fund me detaje, se ky kështu, se ky ashtu. Në këtë vend flitet për emra në për lista. E kupton, ky është një vend qesharak, totalisht qesharak, e kupton? Dhe këtu flasin thua se gjithçka shkon dhe flasin, ky është i pari, ai është i dyti, po si arriti ai se këtu një njerëz vendos. Çano kanë nevojë për trafik influenca, njerëzit të ndryshëm që kanë nevojë për të marrë tendera për të... Problemi është që emisionet nuk bëhen për 3-4 njerëz, Po mirë, dakord. Su emisionet bëhen për 3-4 njerëz. Jo, plasën për tavolina, njerëzit janë... Jo, më them në për emisione, jo tavolina kështu, jo, në për emisione. Tani, le ta mbyllim emisionin me këtë, po fillojnë nga Cako dëgjoj tani. Ka i ditë që thuhet në për Tiranë, media nuk është se është marrë shumë, ose e kalojnë me një lloj kështu, se nuk i duket e rëndësishme. Ka kohë që është i mbuluar Skënderbeu, monumenti Skënderbeut në Shesh. Është duke zbuluar ai monumenti tjetër. Edhe është duke zbuluar monumenti tjetër. Tani atje ka zëra, Allah, dhe vetë ai bile ky duket ky. Se zot ja them as emrin tani. Çon si ka kishte shkruar në Twitter që në X që për punë kishte reaguar për këtë që është mbuluar tha, sepse po e marrin, po marrin se shtoshte, do marrin masat për ta çuar në Paris në një Kallep. Do marrin Kallep, e kanë mbuluar bashkia sepse këta skulptorët do ta bëjnë motamot, domethënë Skënderbeu. Po pse e kanë mbuluar? Pse e kanë mbuluar për të marrë Kallepin? Po se tash do t'i marrin Kallepet koqeve nga poshtë tash. Dhe i shikojnë njerëzit e fillojnë bëjnë meme, bëjnë kështu. Domethënë kjo është ideja. Për koqet është bërë thua vetëm. Po fjala vjen. Po mos e shon, domethënë. Ndërkohë, për këtë është bërë. Po kjo ka ndezur një polemikë se thonë, "Ore, një sekond tani. Ky tjetri pallati që është krah 15 katshit, ky këtu, thonë që është fytyra e Skënderbeut. Në fakt, të gjithë ka shumë njerëz që thonë jo, në fakt është Edi Rama. E Skënderbeut të kësaj Spiropalit. Është e Skënderbeut të Spiropalit, pra. Po, e ke ngatruar ti ke kujtuar Skënderbeun e parë. Jo, unë ka menduar që është Gjergj Kastrioti. Në fakt nuk është. Është Skënderbeut. Atëherë Cako, çfarë është kjo histori më vëlla? Sepse normalisht mua nuk do më bëj përshtypje nëse vetë ky i gjati, kryeministri aktual i Shqipërisë, zoti Rama, të dalë dhe thotë po unë jam atje. Pse nuk e pranon? Sepse fatikisht nuk ka nevojë të shkruhet Edi Rama emri. Ajo dihet që është ai. Duket fytyra e tij. Dhe kuptohet. Mund të kamuflohet si Gjergj Kastrioti, por në fakt nuk është. Është ai. Ka lënë fytyrën e tij në qytet. Cako, pse se pranon këtë gjë ky njeri më burr? Mund të më thuash? Pse ka guximin ta bëjë dhe nuk ka guximin ta pranojë publikisht? Shiko, kjo është çështje dorës së dytë, po kryesorja është një që ka guxuar që e ka bërë atë gjë. Domethënë është një thyerje e rëndë për brezat që do të vinë dhe për ne që jetojmë sot. Ai ka kuptuar një gjë që kur monumentet e diktatorëve vjen në përsheshe, vjen një moment që i hedhin në erë dhe ai mendon se kjo s'ka për ta lëvizur kur. Ashtu si këta faraonët ose ku di unë kush i ka ndërtuar piramidat kanë dashur të lënë një gjurmë të fuqishme të ekzistencës së tyre. Kam bërë vepra të tilla madhështore që ka qenë e vështirë që të asgjësohen, edhe ky në vend të një piramide, domethënë ka ngritur këtë pallat madhështor ngjitur aty me ish-5. Mund të shesh jo? Po, mund në qendër të Tiranës. Kjo me të vërtetë është një guxim i jashtëzakonshëm dhe për këtë duhet adhuruar. Është një guxim deri në budallëk të kufive ekstrem. Po pse se pranon o Cako? Sepse do e pranoja këtu në këto gjikën tënde, po ta pranonte? Natyrisht... Apo ti thua mund ta pranoj më vonë? Tani është duke testuar opinionin. Po të shëndësi... Po të më kodë për bisedë të hapim, jemi të hapim për bisedë, më valla. Jemi në fund të emisioni, kam baruar, po. Të mundem të kuptoj subkonshit, më valla. Ky është një krim dhe një degenerim dhe një ofendim i madh që i bëhet, jo vetëm Tiranës, po gjithë shqiptarëve, edhe atyre që janë në emigracion, dhe ky është një krim, dhe kriminali nuk e pranon asnjëherë krimin pa ja vërtetuar, se si mund ta pranojë ai? Sa mund të Skënderbeut?
A ku di unë që ato? Nuk e di, ka reaguar ajo për këta. Po kjo është bërë një shqetësim i madh dhe meme nga do në për rrjetet sociale njerëzit pa fund ka kohë që... Në fakt, e ka në favor, zoti Rama, e ka në favor këti gjë apo jo? Po mirë, kjo është fyerje për njerëzit me një intelekt mesatar, kupton. Pastaj sa veta ka nën intelektin mesatar që se kuptojnë. Janë shumë, do të janë shumë. Mund të jenë shumë dhe ata adhurojnë foti. Nuk çan kokë, po kur themon që është fyerje për njerëzit që i kuptojnë këto gjëra dhe i shqetëson ambienti ku jetojnë nga të gjitha drejtimet edhe nga ana arkitektonike e qytetit. Është një fyerje e madhe. Dhe pa ata që kanë vendosur jetojnë në këtë qytet, se shumë njerëz po ikin dhe do ikin, do të thënë mos harro këtu do ketë një zvendësim popullsie të frikshëm. Po ndodh, po një pamje tjetër. Ja, kjo është pamja, po. Kjo, bravo Redi që ndryshoi foton, po. Nëse falenderit sa kohë, nëse do aty kanë qenë shtëpit karakteristike të këllezve, ishte fillimi rrugës Broadway ku me mira shqiptar kanë ndëruar dhe kanë gëzuar atje. Marsi do kemë vë prapë për ty për antikitetin për këto. Tash u bë një, domethënë një diktator i vogël kështu, u bë aty i kohëve moderne, u bë aty për të qenë gjithmonë prezent në shekuj, si shmendon ai. Po unë i arriti qëllimit. Unë mendoj që nuk është çudi që ndonjë ditë t'i vjet dhe Tritoli ose të restaurohet. Mund të restaurohet? Po dhe mund të restaurohet. Ditë 20 më ky në pushtet thua ti. Kush ta marri përsipër atë gjë që të restaurojë, pra që të ndryshojë pikërisht këtë imazh që ky po i krijon vetes, këtë legjendë, se ky po krijon një legjendë vetes apo jo me këtë. Mjafton që përflitet. Nuk dihet se çfarë mund ndodh. Po të flisje në vitet 85-86 që Busti nuk e beson njëri. Askush nuk e beson, po mund të shtrohesh edhe atëherë kjo pyetje, nëse në bisedat ngushta ne mund ta theshim që një ditë to buste do bien. Kush mund ta, është e pamundur, kupton? Çdo gjë mund ndodh. Unë them që një forcë politike, qoftë edhe jo armiqësore me Partinë Socialiste ose e ardhur mbas 20 vjetësh ose 30 vjetësh, për këtë ofendim që ishte bërë qytetit Tiranës, unë mendoj që ajo duhet restauruar dhe ndryshuar, në mos duhet shkatruar. Falenderit Cako. Sebastian, po e vazhdoj me ty. Cako tha për këtë ofendim, dhe ka shumë njerëz që e besojnë, dhe i thot Cako, dhe i bindur që rezonojnë me të njëjtën gjë që po thot Cako tani në këto momente. Pra i thot, jo më valla, atje është Gjergj Kastrioti, thot, nuk jam unë. Dgjoj, duhet kuptojmë. Dhe pyetja është, pse duhet të ketë dy Gjergj Kastrioti në të njëjtin shesh? Në të njëjtin shesh, e para njerë nuk është shesh. Para njerë nuk është shesh dhe është piramid. Sepse po të shohësh pedencën nuk është shesh. Ajo që shohim aty është piramid. Mirë, kur them shesh, unë patjetër më. Nuk ka gjë më të shpifur faktikisht. E dyta në plaka manjolike, janë ato plaka banjës përdoreshin dikur, ajo është një neveri, më vete, po kjo është emision tjetër. E dyta nuk qëndrojnë përballë njëri tjetrit dy Gjergj. Njëri prej atyre do ik dhe për këtë t'jesh i bindur. Dy Gjergj s'mund të shohin njëri tjetrin përballë. Nuk qëndrojnë përballë njëri tjetrit. Janaqi dhe Odiseja që bën Gjergjin që kemi, Kastriotin që kemi në Ekuestron. Që është i mbyllur, tani nxirre Ledio, që e kanë mbyllur kuti. Që kemi Ekuestron. Që kanë mbyllur kuti. Po. Kjo tregon një problem që ne nuk i ruajmë veprat e artit sepse duhet të ishte ruajtur kallëpi për të bërë derdhjen. Derdhjen e parë kemi bërë Napolin, mos gabohem, që e bëri Odiseja dhe kemi dy Gjergja. Kemi Gjergjin e Odises që është ky dhe Gjergjin e Paços që e kemi në Kruj. Pra janë dy Skënderbej që kemi. A i përballë, duhet të kuptojmë një gjë shumë thjesht. Prandaj më vjen keq kur shoh një artist si kryeministri, i cili duke qenë piktor dhe piktura është arti më politik, hyn në arkitekturë dhe e përdor dhe arkitekturën politikisht, por e përdor si një nxënës apo studenti vitit parë të fakultetit. Në vit parë të fakultetit të arkitekturës, për aq sa unë kam pyetur pedagog të ndryshëm që merren me arkitekturën, ne mund të shohim dhe të mësojmë që arkitektura e këtill me fytyra njerëzore, apo me atë hartën e Shqipërisë, neverive ajo. Nuk i lejohet, ose më saktë nxënësi merr gjithmonë 4 kur bën këtë lloj gjëje. Çfarë ndodh? Pra këtu jemi karon fare, ka vajt niveli fare në lum, tu ka vrënë lum fare. Në malin Rashmor, në Rashmor, kemi estetik, thot, kemi rregulluar estetik. Në Rashmor në SBA, qenerie, çfarë qenerie? Më fal Sebastian, vazhdo. Në Rashmor në SBA janë të gdhëndura, është skulptur, janë figurat e presidentëve. Edhe Enveri shkroi tek mali, rroftë Enver Hoxha kishte atë parullën e vet. Ta përjetësosh, të duash të përjetësosh imazhin tënd. Fytyrën tënde, po.
edhe imazhin e heroit kombëtar. Në këtë lloj mënyre, asnjë nxënës i vitit të parë në arkitekturë nuk e bën. Ja që ky e bën pra. Po pra, sepse duhet kuptojmë një gjë, diktati estetik që kërkon të vendosësh mbi një popull, në fund fare do të kthehet kundër dhe ajo që tha Cako për shembull, e kemi parë në Spanjë se sa ndërtesa të këtilla janë prishur. Janë shkatruar. Pra Spanja, në vitet 80, kur filloi të lulëzonte droga, u kthye në një vend siç jemi ne sot që ndërtoi jashtëzakonisht shumë. Pra ne jemi pak a shumë modeli spanjoll, 70-80. Në këtë aspekt, atje u ndërtua dhe Valencia dhe Spanja e vendet tjera. Pastaj filluan duke u prishur sepse ra droga, ran parat e pista dhe shumë gjëra të ngjashme. Skulpturat të këtilla, të cilat në një farë mënyre janë groteske, një arkitekt i mirë i cilëson groteske. Ka studime për shembull për përdorimin politik të arkitekturës. Arkitektura ka të bëj me formën, siç ka të bëj piktura me raportin e ngjyrave. Pra njëra është raport forcash, prandaj piktura është ndër artet më politike, dhe tjetra ka të bëj me formën. Dhe po t'i shohësh me kujdes, të gjithë politikanët ose diktatorë, Franco për shembull në Spanjë ka përdorur shumë arkitekturën. Lenini dhe Stalini e kanë përdorur arkitekturën. E kanë përdorur arkitekturën Hitleri. Pra, liderët e fortë, diktatorët, autokratët e kanë përdorur arkitekturën për të disiplinuar dhe për të treguar mënyrën se si ata ndërtojnë të ardhmen. Por çfarë shohim ne në Shqipëri? Kemi qendrën e Tiranës, e cila është modeluar sipas orekseve të gjithë liderëve që kemi pasur në Shqipëri. Vjen zogu me modelin italian për të zhdukur të shkuarën osmane. Vjen Enveri dhe do të zhduk të shkuarën zogiste dhe osmane bashkë me të. Vjen Berisha dhe do të zhduk të shkuarën komuniste, osmane, zogiste të gjitha bashkë. Vjen Rama me planin francez dhe do të ndryshoj totalisht ta bëj sipas pamjesti dhe vë dhe veten e tij ngjitur me ish 15 kaçin, se edhe 15 kaçi nuk qëndron më aty. Pra edhe 15 kaçin do e prishin, sepse nuk qëndron. Ka një raport formash që do të thot pak a shumë. Kur vjen, sepse ka akse të ndryshme, të cilat në arkitekturë, kur ti fillon dhe komponton... Janë sa ligjësime, po mos futemi në ato detaje. Për shembull. Nuk e kemi këtë emision për këtë sot. Do ta kuptoj politikisht vëlla. Ky e vendosi gjurmën e vet apo është kjo që thot Cako? Me planin francez, Edi Rama e ka vendosur gjurmën e vet. Me këtë, se këtu është kulmi, ky është plani francez pra, sepse Rama ka bërë planin francez. Po plani francez nuk e kishte fytyrën e këtij. Dije se njolla kundërtoheshin, po. Ato janë më vonë. Ato janë tekat e një natë. Njollat se ku do të vendosen kullat, por mënyra se si do të skulpturohet kulla është gjë tjetër. Pra ky është plani francez. Dhe Berisha bashkë me Bashën, që ishin në pushtet dhe në bashki, nuk e ndryshuan planin francez. Pra Rama ka vijuar me planin francez të Tiranës. Pra nuk është ndryshuar plani francez. Nisë, nuk është ky thelbi. Thelbi është ti the nuk mund të rinë dy gjergj në një shesh apo jo se. Dy gjergj do të vijë një ditë. Cili gjergj do iki sipas teje, po sepse mos është nuk është çudi që të iki dhe gjergj i vogël. Gjergj i vogël i Odises pa. I Odise Paskalit. Mos duket të çudi. Gjergj i vogël në Kal është. Dgjoj, këto edhe nën Terezën e morën nga Rinasi dhe e çuan qaftan, faktikisht. Pra nuk është e çudi që këta televizin bustet më. Gjergji nuk ishet kur, është simbol kombëtar, është para me kur në kur. Po ç'vlerë do ketë para këtij gjergjit madh këtu? Mirë, të thashur mendimin tim. Shiko. Për ta mbyllë se jemi në fund. Mbyllë me një fjali. Unë Ramës desha t'i thesha një shprehje filozofi gjerman, i cili thotë që dua t'ja them Ramës. Lavdia është një shtëpi të vdekurve. Kur të gjallët guxojnë ty në shtëpinë e lavdis, të vdekurit e nxjerrin jashtë me shkelma. Çfarë perë. Rama është 62 vjet. Ka pasur boll kohë për të turpëruar dhe prapë ka boll kohë për të turpëruar. Kështu që për të hyrë në shtëpinë e lavdis do mendojnë mbasi të kemi ikur Rama dhe unë nga kjo botë dhe ne të gjithë, kupton, nëse ai do të ngelet apo jo në histori. Gjergji e ka fituar vendin e vet në histori. Edhe ti e takon Sebastianin, nuk mund të jenë dy gjergje në shesh. Është simboli ynë kombëtar, unë të thash, ai pallat patjetër që duhet të ndryshohet. Çdo kryetar bashkie që të vijë në Tiranë, qoftë edhe socialist, po të ketë një pije ndërgjegje, atë duhet ta ndryshojë. Pyeta. Faleminderit Cako, dhe do mbyllim misionin me Markun dhe me çfarë mëson antikiteti me Marsit Govin. Mark, ke ndonjë mendim, mund të jetojnë dy Skënderbeu në një shesh në Tiranë? Ti si amerikan i shqiptarizuar që je.
Se ke gjithë të vite në Shqipëri. Unë nuk dhije që ishte fytyrë kërë e fash, por tani kuptoj që mund të jetë një... Tani kuptohet apo jo, është e thjeshtë. Po. Ty të bën përshtypje apo thua më skaj? Më bëri, por nuk e di, mendova që po të kishin një apartament atje, Çfarë të kishin? mund të më thuash ku jeton, unë jetoj në veshin e Skënderbejt. Në veshin e Skënderbejt, po. Kështu që për mua ishte pak ndryshe, por... Do e bile një apartament atje, të syri ose të hunde asë në bëllë? Jo, por ishte... Se di, ishte për artistët, unë jam biznesmen, kështu që ndoshta nuk kuptoj gjithë gjë. Shumë, Trumpi ka bërë shumë kulla në Amerikë, apo jo? Nuk ka vënë fytyrën e vetë në asnjë vend. Akoma. Mund të jetë frymëzuar nga këta. Po nuk i dihet. Marsit, për ta mbyllur emisionin, se u kënaqem sot, vajti ora 23:30 po shkon për pak minuta. Nuk dim sa është metri katror të truri. Bukur. Unë them do merrem gjerësisht me këtë le të them, do të merrem me këtë çështje, do ftojmë njerëz studios për të na dhënë mendimin e tyre siç dha sot Sako. Shumë interesante. Marsit, ç'na mëson antikitetin pa? Është arkitekte e mirë. Një nga shembujt Mund ta ftojmë. Do ta ftojmë patjetër, do flasim brapa. Po. Flasim brapa. Po Marsit. Një nga shembujt më të ngjashëm nga antikiteti, i cili ka simbolin e ndryshimit të paradigmës nga glorifikimi i idealeve tek glorifikimi i liderit autokrat, i cili pararend autokracinë e tij, është glorifikimi i Aleksandrit. Çfarë bëri Aleksandri? Në kohën që Aleksandri i Madh. Në kohën që Aleksandri i Madh erdhi në pushtet, Athina ose qytetërimi grek në atë kohë, Athiniot, shquhej nga idealet e demokracisë. Dhe siç e ka thënë dhe mentori i tij Aristoteli, kemi tre lloj formash, të cilat janë ciklike dhe ndryshojnë ose mund të degradojnë. Bëhet fjalë për demokracinë, e cila është ushtrimi i pushtetit nga populli. Bëhet fjalë për monarkinë, e cila është ushtrimi i pushtetit nga një individ i cili është më i virtytshëm, më i Nga monarku, po? dhe nga aristokracia, sepse populli në kohë ndaj na Aristoi dhe Demos, dhe Aristoi ishin individët elitar, pra ata kishin të lexuarit, të diturit, të virtytshmit. Dhe Aristoteli fliste për degradimin e këtyre formave, nga monarkia në tirani, nga ajo që quhej republika, pra demokracia ata i qunin republik, në demokraci, po këtu e ka fjalën për demokraci të ulët, ku merr shumica është oj polloj, si thua ti. Polloj, qartë. Dhe nga aristokracia në oligarki. Aleksandri, për të shprehur në një lloj forme indirekte kalimin nga monarkia në tirani, sepse ishte tiran dhe vetë dinte, dhe për të pararendur një lider i cili do ishte përtej ynis, bëri glorifikimin e vetes duke bërë monedha, të cilat ishin të stampuara me fytyrën e tij, po ashtu dhe statuja jashtëzakonisht të mëdha në secilin vend për të treguar që tashmë paradigma po ndryshonte. Dhe ndërtoi shumë qytete me emrin e tij. Me emrin e tij, po. Nuk do ishte më glorifikimi i idealeve të demokracisë, siç e mësoi mentori i tij, por do ishte lideri autokrat suprem. Dhe Rama këtë po pararen, do të tregoj që nga glorifikimi i idealeve të Skënderbeut, kombësisë kjo është propaganda vjetër, do kemi propagandën e re, e cila është tashmë verbi i tij estetik. Mirë, po çfarë ndodh? Simboli rilindjes së re. Kjo është rilindja e vjetër e vogël. Kjo është rilindja e re dhe e madhe. Ndërkohë, çfarë ndodh? Do të them për ta mbyllur. Pa, nuk që kaq banale për kjo histori. Mirë, po ka pasur. Është një ideologji, është një sistem e menduar mirë. Aleksandri i Madh, në lloj forme ju thyen undët nga Diogjeni Sinopit. Diogjeni Sinopit ka qenë dhe kundërshtari i mentorit të tij Aristotelit në Akademinë e Platonit, pasi sa Aristoteli fliste, ishin të dy kundërshtar filozof të mëdhenj. Diogjeni Sinopit është dhe themeluesi i shkollës cinikëve, për të mos thënë ciniku më i madh. Thuhet që ka pasur një takim për shkak sepse Aristoteli kishte folur shumë Aleksandrit gjatë kohës që e mentoronte, kur ai ka qenë student i tij për Diogjenin, dhe Aleksandri u bë shumë kurioztar për të takuar Diogjenin Sinopit. Diogeni jetonte në një boçe ose në një kështu boçe të madhe po të braktisur me qen të rrugës, sepse ai identifikonte vetet me qenin, siç qeni thoshte është besnik i njeriut, unë jam besnik i të vërtetës, dhe jetonte në gjendje totalisht të lirë. Nëse Aristofani, që ka qenë mentori i tij, e këtë lloj lirie vetëm e kishte në artikulim, Diogjeni arriti në fazën më maksimale sepse e përjetoi këtë lloj lirie. Tani çfarë ndodh? Aleksandri shkon Diogjenit për ta takuar, sepse ishte i vetmi njeri që kundërshtonte këtë lloj madhështie. Dhe di thuaj që Diogjeni ishte aty afër boçës vetë dhe po gërmonte tokën. Dhe i thotë çfarë po bën në Diogjenin e Madh? I thot po kërkoj jeshtrat e Filipit. I zuri diellin. I zuri diellin në atë moment, i thot po kërkoj jeshtrat e Filipit, po nuk po i gjej dot, thotë se janë shumë të ngjashme me ato të njerëzve të tjerë që kanë vdekur, për të treguar që sado madhështi të ndërtosh, mbasi nga kjo botë nuk ka asnjë lavdi, me zero, thjesht një personazh historik, nuk kujtesën e tjerëve. Dhe ky i thot që pas ka pasur të drejtë Aristoteli, që ke me vërtet qenë,
qeni, thot jam ky, po qeni që ka fshoj për të bërë të kuptosh të vërtetën. I thot, po mos isha Aleksandër, do isha Diogjen. I thot, ky nuk më intereson çfarë thua ti, po hapu se më ke zënë diellin. Ti të gjë, I propozoi dhe një shtëpi ajo, i tha. I propozoi, ta merr. Jap një shtëpi të mirë, i tha. Po. I tha, e vetmja gjë që dua, i tha, më lësho diellin, tha. Kjo është ajo që dhe unë i them nga kjo studio dhe ne i themi që thjesht mos ta zej diellin më të kull. Ja, ne jemi pak Diogjen këtu që diskutuam lidhje me ata dhe që po themi që ajo duhet hequr. Duhet restauruar. Po kujdes. Sot vërtet Diogjeni ishte i madh, ka qenë i madh. Po sot prap për Aleksandri flasim. Çan je një çik pesimist më shumë se sa duhet ti. Janë dhe vetëm shumë. Mos na ngarko dhe ne me pesimism. E di, me këtë pesimizmin, me këtë gjasë me Shikoj gotën një pesimizmin. çik gjysmë plot, mos e shikoj gjysmë bosh. Me këtë gjasë me pesimizmin tim fake, se e kam fake. Dgjoj, kështu mendonin dhe amerikanët deri për zgjedhjet. Mendonin se vota po ikte, po i dhanë një drejtim tjetër ata. Atë po mundohem të them, me pesimizmin tim fake, deri tani s'ka nesër dhe aq ke gjërat. Paktën ata që i ka rënë qafti vendi dhe shumë njerëzve po ikin aty ku duhet. Kështu që më intereson ky pesimizmi fake, ta mbaj për sa kohë kështu sa kohë. Mos kem peshmëri të mba. Mirë, ky të mban vigjilent. Bravo. Më në fund. Ora është 23:30. Falenderoj jashtëmase Mark Crawford që erdhi në studio sonte për të folur për Usaidin, fatin e Usaidit, zonja Zotrinj, i cili u mbyll në një mas 83%. Nuk e kuptuam akoma se ç'do të mbetet, ç'është 17% që ka mbetur, po ndoshta do bëjmë një emision tjetër për ta detajuar tamam me zëra. A do quhet më Usaid apo jo? Edhe kjo duhet më kuptuar, do quhet më apo do ikë dhe emri? Edhe këtë nuk e dim, shumë e rëndësishme. Do thonë Arian, po pse është e rëndësishme? Çdo fjalë ka rëndësinë e vet. Çdo koncept është koncept, Usaidi nuk është thjesht një bashkim fjalësh, është një koncept që ka bërë histori. A do ketë më Usaid apo jo? Janë të gjitha pyetje në fakt, pikpyetje që mbeten. Falenderoj jashtëmase Alfred Sakun që ndihmoi me kontributin e tij në këtë aktualitet kaq të ngarkuar zonja Zotri, aktualitet très chargé. Marsit Gupin, filozof, penalist, avokat dhe pedagog të Manin Barleti dhe mikun tjetër të emisionit Sebastian Zonja që ju e gjeni pothuajse çdo ditë në MCN TV me intervistat dhe lajmet në këtë televizion. Ora është 23:31 minuta, unë me miqtë e mi do vazhdoj akoma bisedën për qef në ambientet e tjera të MCN-s, ndërkohë bashk ju lut takim të premte në orën 9 darkës. Ndërkohë deri atëherë, mos harroni nesër është sentenca, la sentence. Sentenca për zotin Veliaj. Në orën 10. A do ngelet në burg? Që unë them do ngelet. Apo do Cako do ngelet, Marsi do ngelet, Sebastiani do ngelet, Marku nuk dua ta pyes sepse është i kujdesshëm, shtetas amerikan. Kështu që nuk dua ta ngatroj me këtë histori apo jo Mark. Nuk dua të pyes fare, nëse do ngelet në burg Veliaj apo del nesër? No comment. No comment. No comment. Normal. Mund të ashtë deri atje. Qa kemi tjetër? Listat kanë dalë. Nesër me vendimi i këtij, në një lajm i madh tjetër pritet Samiti Parisit që mbyllet me ushtarakët për Ukrainën. Unë duhet të them diçka tjetër që në Amerikë... Po për ta mbyllë vërtet sa kohë kësera. Kemi folur shumë për këtë dhe do ma pranosh të ndërhyrjen, edhe mund të flasim njerë tjetër. Më në fund kanë hyrë 2 projekt ligje në Kongres dhe në Senat nga 2 republikanë. Fedi. Sigur të atia, po ne këshe bërë bisedë më vete. Për heqjen e emisionit të paras nga Fedi. Një e ka bërë ai Robert Messi, dhe tjetërën e ka bërë një senator me mbi emri Liz, po më kujtohet emri. Ky do ishte debati me Markun më kur. Por me njerë Trumpi, Mesit i ka vdekur e shoqja para ca kohësh në një aksident të çuditshëm. Dhe Trumpi ka kërkuar largimin e Mesit dhe zënësimin e tij, por Messi ka qenë atë ditë që... Messi kush është mos e ngatroj me futbollistin, kujdes. Robert Messi e ka shkruhet me S-S-I-E. E shqiptova mirë? Ke fjallën për Thomas Messi nga Kentucky. Po. Dhe ai e kaloi me të qeshur dhe tha Trumpi sot ka folur për 2 të këqija të mëdha, tha, për Kanadan dhe për mua, tha. Në të dyja do mbasta. Që do të thotë? Që do të thotë që nuk më shkarkon dot dhe unë nuk i ndajem kësaj pune. Dhe bile tha, unë jam njeri vendosur dhe kokfort. Pra Fedin Trumpi nuk e ajtë Jo, ky e ka paraqitur projekt ligji dhe nuk e tërheq. Tash shikojmë çfarë do ndodh. Se mund të jenë dhe lojra këto, që Trumpi që sikur
nuk do që të futet projekt ligji, për as kam qartë i bekti se s'më dëgjon, se Trumpi nuk duhet gjykuar asnjëherë nga ato që thot. Omar, ti beson që ka për ndryshuar kjo, se kjo është ndryshim epokë, hymë në një epokë tjetër, në qoftë se Fedi... Shembullari sistemi. Në qoftë se Fedi, sipas Cakos, nuk i hiqet e drejta për të emetuar paran. Dhe e merr Ministria e Financave. Pronësinë mbi paran e merr Ministria e Financave. Ti e beson që mund ndodhi kjo gjë në Amerikë? Ndoshta është për një emision tjetër, por është diçka që Thomas Massey, që e njoh, ai ka këtë projekt. Ka këtë projekt, por është për momentin nuk është në mazhorancë brenda partisë. Ky është projekti vjetër, Rand Paul është një nga libertarianët që e thot, ka kohë që e thonë. Pra, do me thëmë, përpjekjet janë, por nuk kanë arritur asgjë deri tani. Janë libertarianët. Sebastian, të themi fjalë thjeshtë njerëzve vëlla. Ti po i thua njerëzve që të heqim privatëve printimin e dollarit, Qia e Amerikës është pikrisht sepse Trumpi nuk ndërhyn do të Security Exchange dhe tek banka dhe tek të tjerat. Në qoftë se do të ndërhyjë aty, nuk ka asnjë ndryshim nga Kina, futu rrot me Rusin dhe me Kinën dhe pastaj merr dhe titat pjetën. Ky është po qëse do ta bësh. Pra, politika monetare është diçka, po qëse e merr në dorë shoku enver dhe bankën dhe politikën monetare, edhe planifikimin dhe të gjitha tjerat, Amerika nuk është më Amerikë. Shkon që është debat më vetë. Pra Amerika është Amerikë sepse ka bursë, Amerika është Amerikë sepse ka treg kapitalesh, Amerika është Amerikë sepse ka të gjitha ato që ne i shohim dhe i ndërrojmë dhe kemi atë që quhet American Dream. Ky është mbrosh. Në qoftë se do hym te kjo lloj politike dhe taksat me njerëzit. Në qoftë se shkon Kina, vlla, Kina e ka kështu. Qarkin, Kina e ka mision e paras nga Rothschildët. Po shkon Kina, vlla. Kina e ka këtë lloj gjëje. Mos, po misioni e para. E ka Rusia. S'kemi titull. Po dhe Rusisë, po shko atje. Ato e kanë. Ky pati sukses sepse bëri të kundërtën. Shiko. Ky pati sukses sepse ky ka bursën. Në qoftë se ky shkon dhe bën atë, zotëri i nderuar mbylle AMF-n. Me një sekond. Tako cila është përgjigja. Një sekond, Sebastian. E di pse u bë lufta në Afganistan nga amerikanët, pse u pushtua Amerika. Nuk është pavarësisht se George Bush i bëri atë flamurin e re, rëzoi kullat vete dhe sulmoi Irakun dhe Afganistanin. Afganistani u sulmua dhe Iraku sepse monedhën nuk e emetonin bankierët qendror familja Rothschild me end kompani. Dhe lufta është bërë vetëm për t'i marrë kryesisht, për t'i marrë emisionin e paras. Pas i ranë dakord me talibanët që emisionin e paras do t'a merrin ata, u të rojsh NATO-ja. Kam bërë dhe disa kontrata në lidhje me që e thaj që ndërhyn Usajdi për... Javën tjetër ke debat me Cakon, që ka e shof që e pas keme pasion të madh. Iku, Cako lere. Takomi të premten, dere atere ju dini që do të bëni. Qofse keni dhe mund t'ikni nga këj vënd, dhe bëhet fja për sot, nesër dhe pas nesër, për nesër dhe pas nesër, urgjen largohuni sepse këtu ju nuk e keni idhën se çfarë do ndodhi. Nuk ja u them për t'ju futur frikën. Arian, po ku të vemi? Pyetje normale, në Kosovë. Vetëm në Kosovë. Shqipëria është nga vendet më të sigurta, në fakt, në ngjarjet që do të ndodhin. Më beso, kam filluar të vinë tuaj të blejnë. Mos besoni Cakon. Kujdes. Është e gjitha një mashtrim. Ata tuaj që vinë për një shtëpi këtu do ngelen atje, do i zëj bam, do ngelen është kurthi pa parë. Unë me i të po ju them, ku do shkoni? Si patrioti i madh që jam në Kosovë. Mirë.